Problemi më shqetësues për 1000 familje që çdo ditë jetojnë në blloshet e banimit, 24 maj dhe 1 maj, është kanali i Naukës, një kanal kullues ky i cili transporton në drejtim të hidrovorit të qytetit ujërat e bardha dhe të ndotura të shiut, por me to përzihen sigurisht dhe ujëra të zeza. Për banorët e zonës, lënia e tij e hapur pa një plan rehabilitues është kthyer në një gangren prej vitesh, për shkak se ai tashmë është një burim masiv ndotje për zonat të fjalë. Kthyer gjithashtu në një vatër infeksioni me banorët që merr frika edhe të hapin dritaret e banesave për shkak të errave të pakëndshme. Banorët tregojnë se kanë dërguar në drejtim të pushtetit lokal, por edhe atij qendror me 10 kërkesa që ky kanal të rehabilitohet, por ato ndër vite nuk janë marrë parasysh. Siç thonë dhe vetë banorët, do të ishin të gatshëm të kontribuonin nga të ardhurat e tyre personale, vetëm që situata në bllogjet e banimit të përmirësohej. Në radhë parë neve falënderojmë qeverinë, sepse qeveria një punë që zë e lën mest. Po pse do të thuash ti? Ja këtë që pyetet ti. Patjetër. Ne jemi ngritur si këtu, domethënë si familje, domethënë që të kontribuojë që ky kanali të paktën derisa të kalojë poshtë të mbyllet. Me qëllim se ky është gangren për shëndetin. Të tjerat janë shumë mirë, qeveria do thënë po eci, domethënë. Jo, duhet të bëj një pyetje. Po. Shohim që kanali sigurisht është burim ndotje. Por ndotjen e shtojmë dhe ne vetë, duke edhe mbeturinë në të. E ke vënë re këtë fenomen? Tani unë nuk mund të zgjatem më tutje, sepse domethënë nuk kam edhe shumë horizont që në lidhje me këtë mohabet. Po ky kanal, domethënë, sikur të mbyllesh i tërë kjo zonë, domethënë, edhe se u vinte puna për të kontribuar veç taksave, po unë i pari domethënë që do të jepja 100.000 lekë domethënë për këtë kanal të harxhonte. Edhe qytetarët mbeturina në kanale, ke parë? Çfarë ndodh? Mbeturina domethënë janë domethënë të domosdoshme. Përtojnë më shumë që t'i hedhen atje ku e ka çuar bashkia, marrë i hedhen këtu domethënë. Dhe kjo është rezultat i gjërave domethënë që komuniteti që është këtu e ka shumë të nevojshme domethënë për këtë punë. Ato janë burim infeksioni sepse domethënë edhe një familje në qoftë se nuk është në gjendje domethënë që ta mbajë territorin e saj, detyrimisht domethënë që do krijojë probleme në lidhje me shëndetin. Kjo zona jon këtu kanali është më i qelbur nga të tërë. Në mëngjes që ngrihemi vjen një erë që nuk durohet. Kaluan për ta pastruar dhe nuk e pastruan siç duhet. Mbeturina ati lën këtu i pas kanë hequr, po të vish më poshtë ati është kazani lozhurave, as i gacmojnë fare dhe kazanët i hedhin kanal njerëzit ku kalojnë. Edhe ne jemi fajtor që i hedhim në shesht. Po dhe rajoni këtu joni ka polica. Polici paguet me taksa tona. A nuk duhet të dalë polici të kontrolloj njerë? Të dalë të kontrolloj që unë vi me qesën me mbeturina, pse mos ta hedhë kazan, po ta hedhë aty në shesht? Apo t'i hedhë në kanal. I hedhin dhe në kanal. I hedhin dhe në kanal. Nuk vete deri te kazani, po që nga ura aty hop, i kemi thënë që i hedhin kanal. Nuk janë të ndërgjegjshëm. E shtojnë vetë hallet vetës. I shtojnë vetë hallet, po mirë ne që jemi në anë kanalit. Edhe këtu i hedhin në rrugë. Dhe në rrugë i marrin dhe qend. I hapin qend që kalojnë. Ka qenë plot, sot nuk shikon, po ditë të tjera ka qenë. I marrin qeskat edhe i hapin. Ke frikë për shëndetin? Po kemi si s'kemi. Po të them grihemi në mëngjes, vinë ere qelpur nga kanali. Si po të tëra kamin, behari dalin dhe gjakprinj. Frikemi, mushkonjat, i kemi dhe tani dimri që është ftohtë, jo beharit që janë edhe janë. Jo, kanalizimi është problemi kryesor. Kemi vajtë e kryetari bashkisë, i përfaqësi e lagjes këtu, një 5-6 vetë, edhe vajtë më atje në tha, kam 11 projekte, 11 projekte nga Japonia, dhe do fusëm edhe këtë projektin tuaj. E kupton? Do futëm, do më thënë, planin për kanalizimin, për të mbuluar këtë kanal. Se janë me mira familje këtu, që në kamarë që në të njëshin këtu, edhe asë një gjë. Lafet bukura dhe asë një gjë. Realiteti është, do më thënë, këtu është gjynaj madhë, do më thënë, kalojnë ujrat e zeza. Edhe nga bashkia asë një gjë. Kur të vdesëm neve, atëra nuk është problemi vetë një mbetorinave. Problemi dhe këtu derdhen ujrat e zeza. E kupton? Derdhen ujrat e zeza.
edhe mund shkojnë atë pasaj kuptohet gjithë beharit, ajo është tjetër punë pasaj kultura e qytetarëve. Mungon, nuk diskutohet apo. Por problemi është që nga ana e bashkisë duhet merret një masë, se këtu janë me mira familje, është turpi botës. Edhe aty matan shtëpive të mia aty. Problemi i ujrave të zeza, se unë kam një kanal aty afër, e kupton? U bën nga ana e rrugës, tek ajo shtëpia me tjegull atje. Nga ana e rrugës andej u bën tubacioni, u vendos tubacioni për të kaluar ujrat e zeza, mi po do kalojnë mbi kanal. Ne i quam ato me shpenzimet tona, do me thënë nga shtëpia të vjen ujrat e zeza, eri kanali ai traktori për të pastruar kanalin, edhe i prishi me puseta, me tubo, e kupton, është turpi botës. Kanali Naungës, në gjendje jo të duhur prej vitesh, është kthyer në një vend grumbullim tashmë të madh mbeturinash, edhe për shkakun se aty depozitohen çdo ditë edhe nga vetë banorët e zonës me qindra mbetje urbane. Insektet e shumta, ujrat e zeza të cilat depozitohen aty, e kanë kthyer këtë kanal në një burim infeksioni për zonat në fjalë.